Pra oksidentalizimi i shoqërisë turke, nëse themi kështu. Osmane, sepse që do të reflektojë edhe këtu te ne. Po thoni që ka qenë një proces i cili ka qenë para rënies së Perandorës Osmane? Para rënies së Perandorës Osmane, pra edhe në Shqipëri procesi i oksidentalizimit të shqiptarëve, të përditshmërisë, të veshjes, të mënyrës së sjellurit, ushqyerit e tjerë, fillon që para 12-s, kryesisht tek burokratët, të familjet e rëndësishme shqiptare, tek hoxhaqet, pra ata që kishin mundësi ekonomike të shkollonin fëmijët qoftë brenda Shqipërisë, qoftë në Stamboll apo në shtete të tjera të Perandorës Osmane të Europës, fillon pikërisht tek ta. Kjo reflektohet në radhë parë tek veshja, pra nga fundi i shekullit XIX në Perandorën Osmane dhe në Shqipëri fillon ai koncepti alla frënga dha turka, pra i cili referohet kryesisht mënyrës së veshjes në radhë parë. Pastaj, sigurisht kjo ka të bëjë edhe me mënyrën e të folurit, komunikimit, të jetës së përditshme e tjerë, mënyrës të ndërtonin shtëpiat, sepse reflektohet edhe në aspektin arkitektonik tek arkitektura banezës shqiptare. Por tregon superiorin kulturor që tashmë Perëndimi kishte në arenën globale, po themi në këtë ndërveprimin ndërkulturor dhe ishte e modës, ishte tendencë Po ishte modë, alla frënga është një lloj mode që përhapet, siç kemi thot trende ose brende të ndryshme ndërkombëtare, mund të jenë dhe indiane edhe pakistaneze, ku diun ose kineze, por që bëhet brand, ose TikToku për shembull është një brand ose një shpikje kineze, por është fenomen global sot. Pra edhe në atë periudhë, sidomos mbas revolucionit industrial, të gjysmës së dytë, të gjysmës së parë të shekullit XIX, Perëndimi fiton një supremaci në aspektin industrial dhe ekonomik dhe ushtarak, dhe kjo reflektohet edhe në aspektin kulturor, pra në letërsinë, në filozofinë perëndimore, e cila filloi të ketë një ndikim shumë madh në Perandorinë Osmane.